Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se do të vi dita kur serbët do të jenë në gjendje të veshin fanella serbe dhe të bartin flamuj serb kudo dhe krejt lirë. Teki ka komentuar paralajmërimin e autoriteteve të Kosovës për shënimin e Vidovdanit në Gazimestan. Të premten, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka paralajmëruar se tubimi të shtunës për Vidovdanin do të jetë masiv dhe se mund shfrytëzohet nga pushteti në Serbi për të nxitur incidente në Gazimestan. Ai ka thënë se për këtë ka paralajmëruar dhe bazohet në vlerësimin e institucioneve të sigurisë dhe inteligjencës, ka shtuar se ka përpjekje që tubimi të jetë masiv dhe se janë organizuar grupe nga Serbia, Malezi, Bosnjë-Hercegovina që të vinë në Kosovë. Kurti ka kujtuar se tradicionalisht grupet e tilla kanë qenë provokuese dhe bartin simbolja nacionaliste serbe e ruse. E Vučić ka komentuar vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë, që javë më parë shfuqizoi vendimin e komunës së Graçanicës për shfaqjen e flamurit të Serbisë për nder të Vidovdanit më 2024. Ai u ka bërë thirrje qytetarëve serb që të vijnë në Kosovë që të mos i japin mundësi Kurtit për t'i arrestuar. Kërkoi të rinjve të rejave nga Serbia që do të shkojnë nesër në Kosovë që të mos i japin shans Kurtit për t'i arrestuar. E dini se sa serbi kemi nxjerrë nga burgu dhe kemi pasur vështirësi në këtë, ka thënë ai për TV Pink, duke cituar edhe shembullin e djalit të tij Danilo. Siç ka thënë ai, do të vijë koha kur të gjithë do të mund të veshin fanellat e Serbisë dhe të bartin flamun e serb kudo dhe tërësisht të lirë. Në arsyetimin e gjykatës është theksuar se komuna i ka tejkaluar kompetencat e saj dhe e ka vepruar në kundërshtim me ligjet e Kosovës, pasi që e ka miratuar një vendim për shfaqjen e flamurit të Serbisë më 28 qershor, ditë që nuk është e përcaktuar si festë zyrtare në Kosovë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka theksuar se tubimi për Vidovdanin duhet të mbahet në përputhje me ligjin, jo të shndërrohet në mjet për instrumentalizim politik nga autoritetet në Beograd. Tubimet e serbëve për shënimin e Vidovdanit rëndom janë siguruar nga pjesëtarët e policisë së Kosovës. Në polici kanë njoftuar të premten se për ngjarjen e së shtunës janë planifikuar masa në mënyrë që ajo të kalojë qetë dhe pa incidente. Vitin e kaluar festimet e Vidovdanit në Gazimestan ka kaluar pa ndonjë incident, por viteve paraprake ka pasur arrestime për nxitje të urrejtjes fetare dhe kombëtare, ndërsa më 2023 Vidovdani nuk është festuar në Gazimestan për shkak të përkeqësimit të situatës së sigurisë në veri. Gazimestani në Kosovë njihet edhe për fjalimin e ish-presidentit të Serbisë Slobodan Milošević, i cili më 28 qershor 1989 nuk i përjashtoi betejat e armatosura. Ky fjalim u pa të parë nga njerëzit si paralajmërimi i luftës që kanë pasur në vitet 90 në Jugosllavi.